Personat që hanë kungull gjatë dimrit duhet urgjent ta dëgjojnë këtë. Do ngeleni pa fjalë. Kungulli është një nga perimet më të dashura të vjeshtës. Ky ushqim i pasur me vlera, vitamina dhe minerale përmban pak kalori. Farat, gjethet dhe lëngjet e nxjerra prej tij janë shumë të mira për shëndetin. Një perime e tillë arrin të bëjë pjesë në regjimet ushqimore në mënyra të ndryshme. Ato mund të konsumohen si ëmbëlsirë, supë, sallatë, komposto ose si zëvendësues për gjalpin nëse e përdorur në formë pureje ose për gatime në pjekje. Kungulli përmban kalium që ka një ndikim pozitiv në tensionin e gjakut. Kungulli i bën mirë shëndetit tuaj të syve dhe imunitetit falë vitaminës A që ofron. Kungulli përmban kalium i cili është i mirë kundër problemeve në zemër. Sterolet bimore të farat e kungullit ndihmojnë edhe kundër niveleve të këqija të kolesterolit në trup. Kungulli është një ushqim i lehtë dhe me pak kalori dhe një racion i mirë edhe për ata që duan të kenë peshë më të rregullt trupore.